A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar të pranishëm, të dashur miq të librit, të nderuar kryetar të këshillave Bashkisë Islame në Pejë, Deçan, Istok, Gjakov, Malishev, të nderuar familjar të hoxhallarëve, të nderuar hoxhallar, të nderuar pjesëmarrës, mirë se vini në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe kombëtare në promovimin e librit Kontributi i hoxhallarëve për çështjen kombëtare, një vepër që mban autorësinë e të nderuarit profesor Fahrush Rexhepi. Sot nuk jemi thjesht dëshmitar të një publikimi, por pjesë e një udhëtimi që autori profesor Fahrush Rexhepi ka bërë me mendje, zemër dhe penë për të sjellë në jetë këtë libër. Para se të fillojmë me fjalimet, do doja ta ftoja Hafez Mehdi Gogën që këtë hapje të këtij promovimi të librit ta bën me fjalën e Zotit në Kur'anin e Madhërisëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. Falenderojmë Hafizin për fjalët e bukura të Kur'anit. Të nderuar të pranishëm, sot nuk jemi mbledhur vetëm për të prezantuar një libër të ri, mirë po për të ndërruar një kontribut të rrallë dhe thelbësor në historinë tonë kombëtare, rolin e hoxhallarëve, figurave shpirtërore por edhe atëtare, që në periudha të vështira kanë qenë krah popullit në mbrojtje të identitetit, gjuhës dhe dinjitetit tonë si kombë. Ftojmë kryetarin e Bashkisë Islame në Pejë, Mullah Musi Efendi Arifaj, që me një fjalë rasti ta përshëndet këtë promovim të librit. Bismillahirrahmanirrahim, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nderuar profesor Dr. Fahrush Rexhepi, nderuar Dr. Profesor Shkodrani Meraj, të nderuar ju hoxhallar, efendiler, e në veçanti të nderuar ju familjar të shikimtar të hoxhallarëve të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm që ne sot jemi edhe frymojmë lirshëm këtu. Natyrisht pa i harru edhe kryetarët e këshillave respektive, Malisheva, Deçani, Istogu, cilët na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre sot në këtë promovim. Për librin edhe për kontributin sigurisht se do të flasin edhe recenzenti, edhe autori i cili ka bërë një punë kolosale që lexuesit tonë edhe neve të gjithë me na informu për atë faqet ndritun, për një plejad të kolosëve dijes edhe të kontributit për shqiptari dhe për vatan cilët ishin hoxhallarët e nderuar. T'ju them të drejtën, fillim shekulli i 20,
të fillu me Molla Zeken, Zejnul Abidin Biberaj, Haxhi Zeken që e njohim në qytetin e Pes, i cili e ka fillu vrullin me lidhjen e Pes, pastaj hoxhallarët të cilët në një kohë edhe në një moment e kanë barën mbi supët tyne, jo vetëm të arsimit, sepse në të gjitha medreset, edhe në gjitha mejtepet, mes dy luftrave, mësimi është zhvillu shqip në Kosovë. Mësimi është zhvillu në gjuhën shqipe, krahas landëve fetare edhe shkencore. Që do të thotë e kanë bajt edhe barën e arsimit në gjuhën shqipe, po natyrisht si ajo gjenerata cilët kanë qenë më të përgatitun edhe intelektualisht, ju ka ra bara edhe ja kanë dhënë hakun, e kanë mbrojt edhe çështjen tonë kombëtare, edhe të lirisë, edhe të pavarësisë. Shumë prej tyre me të gjitha anët e kontributit, e një pjesë e tyre edhe me pjesëmarrje direkte edhe në organizimin e rezistencës të armatosur, që ne sot mas 100 viteve me gëzu, me i përkujtu, me i falenderu për veprën të cilën ata e kanë për kontributin edhe veprën që ata e kanë dhënë, që na sot të jemi të lirshëm dhe të frymojmë lirshëm. Prandaj, unë nuk do t'jo markohen, do të falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen, në veçanti profesorin i cili ka dhënë kontribut, recenzentin, botuesin Bashkinë Islame të Kosovës, në krye me myftin e nderuar Naim Efendi Tërnava, i cili edhe ka kontribuar dhe ka botu këtë libër e ka qitë drejt që na sot e kemi përpara edhe inshallah taala do të kemi mundësi gjithse cili për nes me pas ndorë dhe me lexu. Duke ju uru sukses e këtij promovimi, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Pej për fjalën përshëndetëse, të nderuar të pranishëm. Gjatë këtij aktiviteti do të kemi rastin të ndëgjojmë nga vetë autori të mësojmë më shumë për procesin e punës, sfidat dhe motivimin pas kësaj vepre. Pa dashur me humbë kohë, do të ftoj recenzentin profesor Dr. Shkodron Imeraj, i cili do të jap një përkufizim në lidhje me librin e profesorit të nderuar. Faleminderit shumë, i nderuar i një koqeri këtij promovimi, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Pej, Musli Efendi Arifa, një herë dhe anëtar i kryesisë qendrore të Bashkisë Islame të Kosovës, të nderuar kryetar të Këshillit të Bashkisë Islame në Malishev, Deçan e Istog, i nderuar kryetari i klubit letrar Podgurit, të nderuar pranishëm, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që të paraqes mendimin profesional sa i takon librit të profesor Dr. Farush Rexhepit, kontributi i hoxhallarëve në përpjekjet për zgjidhjen e çështjes shqiptare gjatë shekullit 20. Historia është regjistruese e ngjarjeve në kohë dhe transmetuese tyre për brezat që do të vinë. E nisa me këtë maksim, këtë mendim profesional, sa i takon librit të profesor Dr. Farush Rexhepit, cilin po e promovojmë sot, e i cili është botuar në fund të vitit të kaluar nga shtëpia botuese Ditoria Islame, organ kryej i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Profesor Dr. Farush Rexhepi është emri i shquar i shkencës, i cili gjatë gjithë jetës së tij profesionale dhe akademike i ka fokusuar studimet e tij në historinë e popullit shqiptar me theks të veçantë të historia dhe roli i prizve fetar islam që nga periudha e shpalljes së pavarësisë së shtetit am shqiptar e deri në fundin e luftës për çlimin e Kosovës në 1998-99. Libri monografik është një vepër kapitale me vlera të veçanta shkencore, pasi në të janë renditur dhe përmbledhur në mënyrë kronologjike ngjarjet me peshë në historinë e shqiptarëve në përgjithësi dhe veçanërisht në historinë e Kosovës në veçanti. Libri përbet nga 5 kapituj, të shoqëruar nga një parathënie dhe një hyrje, ndërsa në fund përfshihen përfundimet, shënimet për autorin, një fjalor i orientalizmave të përdorur në gjuhën shqipe, burimet dhe literatura, si dhe treguesi i emrave.
Pjesa parë me titull Çështja shqiptare dhe rrethanat në fillim të shekullit 20 përmban 3 nën tituj ku autori trajton etnokulturën dhe raportet e Shqipërisë me gjeopolitikën para shpalljes së pavarësisë. Me tekste të veçantë është trajtuar roli i fesë islame në zhvillimet e etnokulturës dhe pozicionimi i saj në kuadër të gjeopolitikës në fillesat e luftës së dytë botërore. Me tej trajtohet ndarja zonave pushtimit nga alatët nazifasisht dhe në fund roli i prizëve fetare islam në afirmimin e kërkesave për ribashkimin e trojave shqiptare në një shtet të vetëm. Autori thekson se regjimi komunist me vedi arriti të lërë në arrest kontributin e prizëve fetare islam, duke përmendur figurat shquar si Midoriz Zemër Prizreni, Haxhi Zek Biberaj, Asim Efendi Luzha, Hasan Efendi Shlaku, Hafiz Gutel, Asim Luzhën, si dhe Molla Nur Gjinovcin. Brenda kësaj pjesë autori ka trajtuar edhe periodikun islam gjatë luftës së dytë botërore si një dritare për çështjen kombëtare dhe bashkimin e shqiptarëve. Pjesa 2 titullohet Roli o xhallarëve në rrjedhat shoqërore politike të periudhës së mbretërisë shqiptare 41-44. Përmbet nga 6 tituj. Këtu ofron të dhëna për xhamatet e tokave të liruara, për organizimin institucional të Komunitetit Musliman në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, si dhe për personalitetet dhe institucionet fetare në Prishtinë gjatë periudhës 43-44. Autori analizon edhe nënpunësit e vakefëve atë Ferizoj, imamatit në Prizren, Suarek dhe Dragash. Me një mjeshtri profesionale, profesor Dr. Farush Rexhepi trajton pozitën e muslimanëve në okupimin jugoslav, si dhe historikën e medreseve si në Shkup, Gjakov, Gjilan, Prishtinë, Pejë, Tiranë dhe Shkodër. Ashtu jap informacione për bibliotekat që funksionuan në kuadër të këtyre institucioneve. Vëmendje i kushtohet të zhvillimit të periodikut islam dhe të figurave të rëndësishme si Sadik Ramadan Bega, Haki Sharovi, Sheh Muharrem Mitrovica dhe Gjibu Haraja, si dhe revistave si Zani në altë e kultura islame. Pjesa 3 me titull Roli o xhallarëve në organizimin dhe në udhëheqjen e mbrojtjes kombëtare shqiptare për nga pesha dhe rëndësia është pjesa qendrore e studimit, ku jepen të dhëna për figurat shquara të cilat lanë petkun fetar dhe marrin armë për të udhëhequr popullin në luftë, si Haxhi Lazagushi, Mulla Idris Hajrullah Velekinca, Haxhi Ajat Daci, Mulla Ilyas Spahi Broja, Haki Efendi Stërmaxhaj e Mulla Nur Gjinovci. Pashtu jepen të dhëna për projekte xhallarëve në pengimin e shpërnguljes dhe në organizatat politike. Pjesa 4 me titull Hoxhallarët në periudhën e ngritjes dhe konsolidimit të pushtetit komunist 1945-51 është ndërtuar me 5 tituj dhe në disa nën tituj. Këtu trajtohet roli o xhallarëve në konsolidimin e shtetit shqiptar pas luftës së dytë botërore dhe raportet mes fesë dhe shtetit në periudhën 45-67. Jepen të dhëna për kundërshtimet prizëve fetare që i bën sistemit komunist, drejtues të Komitetit Musliman Shqiptar dhe organizimi i Bashkisë Islame Fetare në Kosovë, si dhe i Bashkisë Katolike të Kosovës. Ashtu trajtohet persekutimi i ulemas, garxhimi komunist duke përfshirë Hafiz Ali Korçin dhe të tjerët që u vunë në shënesër të likuidimit. Pjesa 5 dhe e fundit me titull Kontributi o xhallarëve në organizimin politik ushtarak nacional demokratik shqiptar përfshin 3 tituj. Kjo pjesë sjell të dhëna për rolin e xhallarëve në gjysmën e dytë të shekullit 20, përfshin lidhjen e dytë Prizrenit dhe mendjet veçantë kushtohet kontributit të elitës fetare në përhapjen dhe ruajtjen e arsimit shqip në Kosovë, sipas luftës së dytë botërore, përmes figurave si Mulla Sherif Ahmeti, Mulla Abdul Tahiraj, Mulla Sherif Efendi Krasniqi, Muharrem Sherif Krasniqi e të tjerë. Studimi monografik Kontributi o xhallarëve në përpjekje të përzgjidhjen e çështjes shqiptare gjatë shekullit 20 i autorit Farush Rexhepi është një kontribut me rëndësi të veçantë shkencore dhe hedh dritë mbi rolin e prizëve fetare islam në gjitha hapësirat shqiptare veçanërisht në Kosovë. Historiografia jon tashmë ka një studim të mirëfillt të mbështetur në burime arkivore dhe literaturë të pasur shkencore të ndërtuara në nivele të larta profesionale. Vlerësim përmbledhës. Vepra profesor Dr. Farush Rexhepit është kontribut rëndësishëm në historiografinë shqiptare dhe islame. Ajo ofron një analizë të motor dhe të argumentuar mbi një temë që ende kërkon me shumë vëmendje shkencore. Gjuha përdorur është e qartë dhe profesionale, ndërsa struktura veprës ndihmon leximin e rrjedhshëm dhe të organizuar. Metodologjia e studimit është e qëndrueshme, e bazuar në burime primare dhe dyshore, me një qasje që respekton standardet akademike bashkëkohore. Kjo monografi është e vlefshme për studiues të historisë
historisë, teologjisë, sociologjisë dhe shkencave politike, por dhe për opinionin e gjerë që kërkon të kuptojë më mirë rolin e Islamit tek shqiptarët në proceset historike të shekullit 20. Krejt në fund, mund të theksohemi se libri Kontributi i Hoxhallarëve në përpjekjet për zgjidhjen e çështjes shqiptare gjatë shekullit 20 i autorit Farush Rexhepi është ndër dëshmitë më të fuqishme dhe të argumentuar që hedh poshtë akuzat dhe paragjykimet ndaj hoxhallarëve dhe fesë islame ndër shqiptarët. Ky libër mund të parafrazohet në këtë përgjigje ndaj zërave dhe paragjykimeve ndaj hoxhallarëve. Në dokumenton me fakte historike pjesëmarrjen e qindra hoxhallarëve në ngjarjet kyçe të historisë së shqiptarëve, si në luftën kundër slavëve në Sanxhak, Kosovë dhe Maqedoni, si dhe gjatë luftës së dytë botërore në përgjithësi. 2. Thekson rolin e hoxhallarëve si pris shpirtëror dhe kombëtar, që në shumë raste kanë mbrojtur popullin dhe kauzën shqiptare me shumë se sa vetë strukturat shoqërore dhe politike të kohës. 3. Shfaq hoxhallarët, jo vetëm si figura fetare, por dhe si arsimtar, intelektual dhe adhëtar të devotshëm që kanë kontribuar në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe bashkimin ndërfetar pa dallime fetare të shqiptarëve. Dhe 4. Ndriçon figurat që ishin marginalizuar ose injoruar në historiografinë komuniste, ku çdo lidhje me fenë përbën të stigmë. Ky libër është në thelb një akt që rivendos të vërtetën historike përballë një historie të shkruar shpesh nga autor që për arsye ideologjike kanë zhveshur rolin e hoxhallarëve ose kanë paraqitur Islamin si pengesë për përparimin e kombit shqiptar. Në fakt, doktor Rexhepi argumenton të kundërtën. Islami dhe hoxhallarët ishin pjesë integrale dhe mbështetje në zhvillimin e kombit shqiptar. Po të citojmë vetë autorin në thelb të argumentit të tij, citoj: në shekullin 20 hoxhallarët nuk ishin vetëm bartës fesë, por dhe mbrojtës të kombit, të shkollës, të gjuhës dhe të popullit shqiptar. Përfundon citati. Ky libër është një kundërargument i fuqishëm për çdo diskurs që e përdor Islamin si mjet për të denigruar identitetin e shqiptarëve. Krejt në fund e falenderoj Këshillin e Bashkisë Islame në Pej për këtë organizim të promovimit dhe të njëjtën kohë autorit, profesor doktor Farush Rexhepi, i urojmë shëndet dhe presim edhe studime të tjera nga autori Rexhepi. Ju falenderoj për vëmendjen. Falenderojmë recenzentin profesor doktor Shkodrani Meraj. Në vazhdim, ftojmë kryeïmamin e Bashkisë Islame në Pej, Mulla Enes Efendi Goga, që të bëjë një vlerësim të librit. Bismillahirrahmanirrahim. Pas falënderimeve ndaj Allahut fuqiplot, salavateve ndaj pejgamberit alayhis salam, me lani të përshëndes profesorin tim të nderuar, profesor Fahrushin, profesor Shkodranin dhe gjithë juve, këtu hoxhallarë, fëmijë, vëllezër, motra, në veçanti, ju familjarë që jeni përfaqësues edhe trashëgimtar të efendilerëve dhe hoxhallarëve tonë të nderuar. Unë nuk jam në pozicionin me vlerësu librin e profesorit, por është kërku nga unë që t'i bëj një rezume atyre kapitujve ku janë përmendur hoxhallarë të nderuar nga komuna jonë, duke fillu nga Haxhi Yahya Efendi Daci së bashku me vllaun e tij Haxhi Hamdin, pastaj Mullazek Bërdynën, pastaj hoxhën tonë dhe hoxhën tim Muhammed Efendi Gashin dhe Muharrem hoxhën të birin e Mulla Sherifit, Muharrem Krasniqin. Para se të bëj një rezume të shkurt këtyre kapitujve kur flitet për këto figurat e ndritura, Hafizi i nderuar lexoj ajete nga Kurani Fisnik nga kaptina Fatir e ajeti 28 është një porosi që edhe i jep një kontekst fuqishëm kësaj ngjarje këtu, por edhe tregon narrativen e këtyre ulemave dhe hoxhallarëve ton, ku ajeti 28 Zoti i Madhreshëm thot, me të vërtet frigën më së miri ja ken Zotit dietarët. Prandaj duke qenë të brymosur e të edukuar e të mishruar me konceptet e Kuranit fisnik
me konceptet për atë dheun, për vendin, për vatanin, për mësimin, për ngritjen edhe vetdijen e një populli, hoxhallarët dhe ulemat kanë qenë ata të cilët më së miri e kanë manifestu dhe e kanë shpërfaq këtë thirrje të Kuranit, më së miri frigën ja kenë Zotit dietarët. Më lejoni tani të ndalem me një rezume të shkurt për jetën dhe figurën e ndritur të Haxhi Jahja Dacit dhe të vllaut të tij Haxhi Hamdis, figura të shquara kombëtare dhe fetare. Haxhi Jahja Daci ka lindur vitin 1905, ka ndru jetë dhe është vrarë mizërisht nga bandat serboslave qetnike si armik i popullit në vitin 44. Haxhi Jahjaja lindi në Pej në vitin 1905 në një familje me prejardhje nga fshati Dacaj në komunën e Rozhajës. Filloi arsimin dhe shkollën shqipe gjatë sundimit austro-hungarez, vazhdoi studimet në medresenë e qytetit, në moshë të re e kryu haxhin në Mekë dhe pastaj vendosi të vazhdon në Universitetin e Azharit në Egjipt, por i detyruar nga një gjendje e rëndë që ishte në atë botë tek populli ynë, kthehet në Kosovë për shkak të situatës së rëndë. Shërbeu si imam fillimisht në komunën e Rahovecit, pastaj u emërua si imam në Istog, në Burim, u angazhu në lëvizje kombëtare ku ishte mjaft aktiv duke qenë pjesë organizative e ilegales si Gjemijeti dhe Ndesheja, duke bashkëpunu me figura të shquara të kohës si Ferhat Draga, Hafiz Ali Korça edhe Anton Harapi. Luftoi kundër politikave shoveniste të regjimit serb dhe ishte këmbgulës në bashkimin e trojeve shqiptare. U arrestu dhe u ekzekutua në vitin 1944 nga qetnikët serb në Drenic, pa u gjyku fare, la pas veti 3 djem e 3 vajza, duke shërbyer si frymëzues për gjeneratat e ardhshme. I vllai i tij Haxhi Hamdi Daci, po ashtu u formua, i frymëzuar dhe i edukuar një familje për plot vlera fetare, kombëtare, adhetare. Filloi punën e tij në xhamitë e Shushicës, në Kaliçan dhe pastaj në xhaminë e Shushtermahallës, e cila u dogj në luftën e dytë botërore nga italianët. Haxhi Jahja Daci i vazhdoi lidhjet me figurat të cilat i kishte paraprakisht lidhur vllai i tij Haxhi Jahjaja, si me Haxhi Ymer Lutfi Paçarizin e të tjerët, po ashtu përfshi edhe në lëvizje kombëtare, ishte pjesë e aktiviteteve të Ndeshesë. Haxhi Hamdi Daci, për fat të keq, edhe familja e tij u përsekutua dhe djali i tij, i cili tani ka pas dëshirë të jetë prezent me ne, por në fund kërkoi falje, Hysén Daci, i cili jeton edhe vepron në Prishtinë, për shkak të veprimtarisë së migjës së tij Haxhi Jahjas dhe babait të tij, 7 vite ka qenë i burgosur dhe i përsekutuar në burgjet e famkeqe të Serbisë. Tani po kalojmë pa humbur kohë një rezume të shkurt i jetës edhe kontributit Mullazek Bërdynës, i cili lindi në vitin 1908 në një familje me traditë të fisit krasniqe. Koha kur lindi Mullazek Bërdyna ishte një kohë vështirë për popullin shqiptar, ku kishte mungesë të shkollës shqipe, kishte mungesë të lirisë që të edukohemi, të shkollohemi, prandaj ishte këmbgulës që të jetë një prej atyre figurave që do të marrin barë edukimin e popullit. Prandaj Mullazeka themeloi me i tepin shkollën ku mësoi besimi islam, mësoi gjuha shqipe, mësoi historia dhe mësoheshin shumë lëndë edhe gjëra me rëndësi për të rit dhe të rejat e atij rajoni. Ishte me një mendje i paluhatur në kundërshtimin e planeve që ishin thurr që të shpërngulen shqiptarët në Turqi. Prandaj ai edhe vetë udhëtoi dhe kishte dëshirë ta sheh përsëri gjendjen e popullit shqiptar
në ato vise të Republikës së Shoqërisë dhe në fund erdhi me përfundim duke thënë më mirë të rezistojmë në atë dhe se sa të ikim në vende pa adresa. Mullazek Berdyna ishte pjesëmarrës në shumë rezistenca dhe lufta që ndodhen në atë botë, në frontet e Rëzhajës, Novi Pazarit, Bihorit, komandoi qeta vullnetare dhe u plagos rënd në betejat kundër serbëve. Në fund edhe Mullazeka nuk i shpetoi burgut, nuk i shpetoi Goliotokut dhe u torturua së bashku edhe me Mulla Isen e Dubovës, Mulla Isa Haxhiun dhe shumë efendilerë të tjerë që nuk i shpetuan Goliotokut. Kjo është një biografi e shkurt nga jeta shumë e pasur e Mullazekës. Tani po vazhdojmë me një rezume të biografisë të hoxhës ton, Haxhi Muhamet Efendi Manis, Haxhi Muhamet Efendi Gashit. Unë kam pasë nderin, por jo vetëm unë, po këtu ka dhe imam që kanë pasë nderin tjenë edhe nxënës të Haxhi Muhametit, që ne e kemi quajt dhe ju kemi referu çdo herë si Haxhi Baba jon. Haxhi Muhamet Gashi vjen për një familje përplot vlera fetare, kombëtare, advetare, humane, djali i Haxhi Manis Abdurrahman Gashit, ku mësimet e para i mori nga babai i tij. Haxhi Muhamet Gashi pastaj vazhdoi mësimet në medresene madhe në Gjakov tek Fari Efendia, ndërsa karrierën e tij e filloi në Dugazhin dhe përfundoi në komunën dhe në qytetin e Pejës. Haxhi Baba jon Haxhi Muhamet Efendi Gashi ishte aktiv gjatë gjitha lëvizjeve të kohës dhe ishte aktiv në organizimin e rezistencës mbar popullore kundër pushtuesve dhe në veçanti me theks të veçantë kundër diktatit dhe ndikimit të komunistëve, e bashkoi xhamatin dhe popullin shqiptar në baza fetare dhe kombëtare për çlirim, organizoi dhe ishte pjesë aktive shumë organizive në Prilep, në Deçan dhe në zona tjere. Haxhi Baba kishte shumë slogane, por dua t'i veçojmë 2 sloganet e tij. Jam imam, nëse kërkohet nevoja do të luftoj për vatanin, ndërsa slogani i tij i dytë ishte gjithë ata të cilët përsekutohen dhe në fund edhe japin jetën për vatanin janë shahida. Të dashurit e mi, në atë kohë një hoxh me ndikim me e dhënë një verdikt fetar, nëse e kemi parasysh kontekstin kohor, nëse e kemi parasysh vrashdësinë dhe armiqësinë e armiqve tonë, Haxhi Baba sigurisht se nuk ka mendu asnjëherë për jetën e tij, por ka dashur me mbajt të gjallë e të fuqishëm shpirtin e rezistencës në mbar popullin ton. Haxhi Baba ka marrë pjesë edhe në betejat në Junik, e ka rreziku jetën, por fal disa figurave dhe burrave të fuqishëm në Dugazhin e kanë shpëtuar në momentet e fundit nga pushkatimi. Prej vitit 73, Haxhi Muhamet Gashi e merr menaxhimin dhe udhëheqjen e Bashkisë Islame në Pej dhe deri në fundin e jetës së tij nuk është ndalë dhe nuk ka pushu duke jep kontributin e tij. Dua të vlerësojmë se nxënësit dhe hoxhallarët që kanë mësuar nga Haxhi Baba janë shumë, por nuk duhet të harrojmë një emër të madh i cili ka dhënë shumë vendit ton, shtetit ton, Bashkisë Islame e Shoqërisë, e ajo është muftia jon tani me në ahiret, doktor Recep Boja, Allahu e mëshiroft. Është Haxhi Muhamet Gashi i cili në fillimin e viteve të 60-ta e ka marrë doktor Bojën, e ka mbajt në shtëpinë e tij, në xhaminë e kuqe në Kapeshnicë, është për kujdes vet edhe në aspektin material, derisa në vitin 67-68 e kanë përcjell tek Abdul Kadri në Sham për me fillu studimet akademike. Dhe në fund e kemi biografin e Muharrem Hoxhës, dëbirit të Mulla Sherif Krasniqit, një intelektual i vërtet. Na këtu jemi tani në konakun e Krasniqit Muharrem Hoxhës. Ata pronart e këtij lokali dhe këtij restorani janë dëbit e Muharrem Sherif Krasniqit. Muharrem Hoxha ka lindur vitin 1921 në Vranoc, në Lug të Baranit. Arsimin fillor e vazhdoi në Lug të Baranit, pastaj vazhdoi në medresen e madhe në Gjakov, ku
përfundoi në vitin 39, pastaj e filloi karrierën e tij edhe si mësues, por edhe si edukator fetar. Jepi një kontribut në fshatin Vranoc, më pas në Baran, pastaj në vitin 43 punoi si mësues dhe ishte ëndër e tina që shkolla shqipe të Lulzon. Kontributi i Muharrem Sherif Krasniqit si edukator është jashtëzakonisht i madh. E kreu kursin pedagogjik në Prishtinë në vitin 1943, pas luftës dytë botërore udhëhoqi dhe organizoi shumë kurse kundër degadencës dhe kundër analfabetizmit që ishte prezent për fat keq në shumë pjesë dhe në shumë rajonet tona. U emërua mësues në Deçan dhe plot 3 dekada i pa lodhur deri në penzion vazhdoi të jep kontributin e tij si një intelektual i vërtet. Kontributi i Muharrem Sherif Krasniqit në sferën letrare dhe fetare është po ashtu i prekshëm. Është autori shumë poezive, shumë librave me përmbajtje kombëtare, fetare, botime të njohura, vargjet islame, dituria është dituri, urti popullore e shumë punime. Ka dhe poezi nga se ishte i frymëzum dhe i kishte dhënë Zoti dhunti penden, prandaj poezit e tij të zgjedhura sikur poezia Zoti është i madh, Islami kler nuk duron, ai është një e kështu me radhë. Sigurisht se Muharrem Hoxha e përfundoi jetën e tij si gjithë ata veteranë që ishin para neve me plot dinjitet, duke mos kursy asgjë nga jeta e tyre. Ne e lutim të madhin Allah që gjithë hoxhallarët dhe efendilerët tonë që kanë kontribu, Zoti t'i shpërblej për mundin e tyre e prej familjeve tyre çdo herë të ketë trashëgimtar të denj. Edhe njëherë profesor Fahrush, ju falenderojmë për këtë vepër dhe për këto materiale që ja keni ofruar lezuesit shqiptar, popullit ton, dhe në fund po e përmbylli. Besoj që ky është një kontribut jo i pari i profesorit ton, por një kontribut shumë me vlerë që do t'u ambyll gojen gjithë atyre që keq përdorin mediat dhe keq përdorin hapësirën kur thonë se hoxhallarët ton kanë qenë në shërbimin e armiqve ton. Kemi pas hoxhallar jo të edukuar e jo të arsimuar. Në monografit dhe faktet që i ka sjell profesori do t'jenë një flakaresh e fuqishme, uroj që të mbyllet gjuha e atyre shpirt ligve. Zoti ju shpërblet. Faleminderit. Falenderojmë kryeïmamin e Këshillit të Bashkisë Islame në Pej, Mulla Enes Efendi Koga. Tani kam nderin t'ja jap fjalën profesorit të nderuar, profesor Fahrush Rexhepit, i cili do të ndajë me ne disa reflektime mbi librin dhe përvojën e tij në procesin e hartimit të tij. Ju lutem profesor. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut xhaleshanuhu, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet dhe salavatet i takojnë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe rahmeti i Allahut qoftë mbi te dhe mbi gjithë pasuesit e tij. Nderuari kryetari Këshillit të Bashkisë Islame të Pejës, Efendi Musli Arifaj, të nderuar kryetar përfaqësues të këshillave të Bashkisë Islame të Regionit, pra Gjakove dhe Istog, Deçan, Malisheu, shumë të respektuar ju efendiler, që jeni të pranishëm edhe veteran të
institucioneve të Bashkisë Islame të Kosovës, të respektuara dhe shumë të çmuara familje të hoxhallarëve, të cilët kanë sakrifiku dhe kanë dhënë gjithçka prej vete, edhe jetën, për kauzën fetare dhe kombëtare, shqiptare. Zonja dhe zotrinje, të nderuar panelist, referues, më lejoni që t'ju përshëndes gjithë dhe t'ju falenderoj për atë që keni nda nga koha juaj e çmuar për të qenë sot këtu zbashku me ne me rastin e promovimit të librit ton më të ri, kontributi i hoxhallarëve në përpjekje për zgjidhjen e çështjes shqiptare gjatë shekullit të 20. Nuk du të harroj që të i përshëndes dhe të i falenderoj këtë rast edhe mediat që po e përcjellin këtë event kulturor shkencor. Tani do të flas pak, do të mundohena me fol pak, megjithëse është mas problemi është me mujt me fol pak e me mujt me thonë diçka më shumë. Po tema është e gjerë edhe kontributi është i pakrahasueshëm i hoxhallarëve, kështu që kërkoj falje ndoshta nëse pak zgjatëm. Ajo që du të them që në fillim se që nga lidhja shqiptare e Prizrenit, e cila ishte programi ma epokal dhe e cila ishte organizata politike dhe ushtarake më rëndësishme në historinë e kombit shqiptar dhe në historinë e rilindjes kombëtare, pra në krye të saj ishte një mëderriz Haxhi Mer Prizreni. Pastaj lidhja e Pejës, po ashtu në krye të saj ishte një hoxh, një mëderriz, ishte Haxhi Zeka. Pastaj e kemi Kongresin e Manastirit të vitit 1908, hartus e alfabetit të parë në gjuhën shqipe. Antar të këtij kongresi edhe hartus të këtij alfabeti të gjuhës shqipe kishte pasur përplot hoxhallar. Po mos harrojmë se edhe para vitit 1908 hoxhallarët kanë hartu abetare në gjuhën shqipe, qoftë me alfabet osmano-arab, po të akomoduar me gjuhën shqipe, po madje edhe alfabete në gjuhën latine. E kemi Sami Frashin, vllazërit Frashri, po ka shumë që kanë hartu para 1908-s, para Kongresit Manastirit që kanë hartu abetare në gjuhën shqipe, po një figurë që du ta përmeni është Daut Boriqi nga Shkodra, i cili që shherët, mas vitit 1800 ka hartu 3 abetare në gjuhën shqipe, se cilan natyrisht ma e transformume dhe ma avancume se sa tjetra. Në vitin 1912, shpallja e pavarësisë së Shqipërisë përplot hoxhallar, të cilët në për shumë zona të Shqipërisë të parët i kanë ngrit flamujt dhe flamurin Loraj tani dihet, dhe përplot hoxhallar kanë qenë pjesëmarrës të kuvendit të shpalljes së pavarësisë në vitin 1912, madje Haxhive Bidibra ka qenë, si që dini, zavensi Ismail Qemajlit, edhe ka qenë kryetari i kuvendit të Vlorës. E kemë ma vonë themelimin e komitetit mbrojtja kombëtare e Kosovës. Kush ishte themelusi dhe në krye të këtij komiteti përpos Hoxh Kadri Prishtinës në vitin 1918.
shkojmë tutje dhe arrim të gjemijeti s'punalmi, edhe lidhja e dytë e Prizrenit në vitin 1943, një mori emrash të hoxhëllarëve, të cilët kanë qenë në nivele qendrore dhe në për sektor të lidhjes shqiptare të dytë të Prizrenit, në për komuna, prefektura, në për prefektura kështu me radhë. Nëse kthehemi 46-ën, e kemi ndeshen për plot emra të hoxhëllarëve në ndeshe. Është do të ka shumë emra dhe nuk premton koha me i përmend veç e veç. Por se du të them nuk ka pas organizat politike, ushtarake, shqiptare, kombëtare, e mbar kombëtare që në to të mos ketë pas numër të konsiderueshëm të hoxhëllarëve, po edhe shumë herë në krye të këtyre organizatave. Nëse kthehemi edhe luftën e fundit, e dim të gjithë, për mos me i përsërit, sa hoxhëllar kanë marrë pjesë, sa të tjerë kanë ra shahid, pra në luftën e fundit, por nëse i këshyrmi edhe partitë politike në periudhën e më të re të historisë së Kosovës, për viteve 90 koha pluralizmit politik, në për ato ka pas plot aktivistë edhe në LDK, edhe në parti tjera për hoxhëllarëve, edhe madje kemi qenë të ndjekur, të persekutum, ndjekur, të ndalur, të maltretum, plot hoxhëllar, edhe plot xhamia, edhe vitet e 90-ta deri në përfundimin e luftës, e ke Mulla Sadrien, profesori i ndjer, kolegu bashkëpunëtori në Recep Boja, po ashtu është maltretosh në alë, e kemi Mulla Nejxhin këtu, po ashtu në kërkoj falje nëse i mes barq dikuj. Kontributi pra i hoxhëllarëve ka qenë në shumë rrafshe dhe në shumë dimensione. Ata kanë qenë edhe udhëhec të shtabeve ushtarake, luftarake, siç ka qenë Mulla Idris Gjilani e plot të tjerë. Amo, sigurisht do të keni rastin me lexu, po maltretimet, persekutimet edhe vujtjet, edhe madje vdekjet nga torturat që kanë ndodhur në burgjet e regjimit serboslavo komunist, nuk mendja njerit nuk mundet me i imagjinu. Po i përmeni Mullanur Gjinovsin, ai kur është gjyku Mullanur Gjinovsi, ka shprej interesim për gjykimin e tij edhe Rankoviçi. Ai ka vdek prej torturave të merruse në burgun e Nishit. Kemi edhe Haki Efendi Stërmagjën në burgun e Sremit, edhe plot hoxhëllar do të thotë kanë kaluar në për dur të burgjeve serboslave. Por në vitin 1950, regjimi serboslavo komunist e ka bën një listë prej emrave të hoxhëllarëve të cilët duhet të persekutohen, të burgosen ose të largohen krejt nga Kosova, sipas komunave dhe regioneve. Dhe në grupin e parë të emrave që është dashur me u persekutu ose me u përzon prej Kosovës, si më të rrezikshëm janë mbi 200 emra të hoxhëllarëve. Në grupin e dytë pastaj, që është planifiku edhe që janë shënu emrat e tyre në listat serboslave, po aq ka pas edhe në grupin e dytë. 200 do të thotë 400, edhe thuhet se ka qenë do të thotë i projektuar edhe plani edhe për grupin e tretë. Prandaj ato i thanë kolegët edhe doktor Shkodron Imeraj edhe kryimami nderuar
propaganda, dezinformata është është e turpshme, e papranueshme, është me gënjy, me shpif ndaj fesë islame, ndaj hoxhallarëve, është e papranueshme, është e tmerrshme, e turpshme është. Mundesh me urrejt fejen, urreje sa dush. Edhe mëse praktika me ofendu një fe nuk lejohet. Pra, lejohet kritika, se edhe Kurani ka plot kritika ndaj librave tjera edhe feve tjera, është për plot kritika. Kritika në fe lejohen, po mos me qenë tendencioze, paragjikuse e me gënjeshtra, por ofendimet, ofendimet dhe urrejtja nuk është e lejume. Prandaj ne po shohim se si sot ku jemi edhe tek jemi edhe se çka flitet edhe çka përflitet edhe çka propagandohet edhe çka shpifet edhe çka gënjehet për hoxhallarët. Tashti në arsim edhe 2 minuta kontributi i hoxhallarëve në rujtjen e gjuhës shqipe dhe në arsimin shqip edhe mas luftës dytë botërore. Përsëri të parët që e kanë kap janë hoxhallarët që e kanë kap ditarin për me ndihmu në mbarvajtjen dhe zhvillimin e shkollës shqipe dhe të arsimit shqip. E fshirmi librin e Mehmet Xhevorit dhe libri Mehmet Xhevorit kujtime dhe shënime. Edhe aty kime gjetë plot emra të hoxhallarëve që ai ju ka dhënë mirënjohje dhe i ka dekoru për kontributin e tyre në arsimin shqip. Prandaj nuk mundet askush me e falsifiku historien. Duhet flasim me fakte, me argumente, dhe kjo është ajo që ne kemi për obligim me bë. Unë edhe një herë du ta falenderoj kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame Mosli Efendi Arifajn për këtë kontribut edhe Nikoqirin. Unë nuk qëllimisht nuk deshta me përmend ose me përmend hoxhallarët e pejes me tekst veçantë, sepse libri është për këtë hoxhallarët e Kosovës, madje disa janë përfshirë në Maqedoni edhe në Shqipëri. Mirë po, Muharrem Sherif Krasniqi, une po shku vetë në Vranac, në shtëpijen, edhe më kujtohet si sot ai kati dytë, ai vendi, ishte i smut atëherët edhe kemi marrë informata, i ka kjo punë është 20 vjetë, se une librin e kom pas edhe test të doktoraturës në departamentin e historisë, pra në Universitetin e Prishtinës, kështu që herët ja kom fillu me punu, edhe më kujtohet Hysen Daci, nashta djalin e ka pas dikon në Prishtinë atje, që një borë një koshtash, një lokal mëse ka pas, nëse zgaboj, Boraramis. S'po deshta mi thonë Boraramis, s'deshta mi thonë. Boraramis e dishta që. Apo, edhe profesori Ndjerë Skenderizaj, se ato e kom pas mentor, më ka orientu të aty djali Senit, pasaj djali më ka orientu në Hajvali dikon atje, apo? Në Vetërnik, po pse dja, Hajmalije Vetërnik, edhe më shku e kom taku Hysen Dacin, edhe kom marrë informacione edhe për Haxhi Hajadacin, edhe për Hamdi Dacin, e atëherit më ka pas të regu se kishte qenë në burg 7 vjetë, bile hoxha se përmeni, në burg ka qenë me Adem Demasin, po. Po thamë, Muhamet Gashi, Indjeri Hoxha, i respektuar shumë herë me profesorin, kryetarin e Bashkisë Islame Rexhebuin, shumë herë kemi folë, po edhe me Nexhbedin e Fenijën kemi folë për Muhamet Gashi, një hoxh shumë i shquar, edhe është shkruar dhe është folë po ashtu edhe për Mulla Zek Bërdynajn dhe edhe për hoxhallarët e tjerë. Unë e kërkoj ndjesë dhe kërkoj falje nëse nuk po mundem krejt emrat me përmend,
por që edhe një herë ju falenderoj juve që keni ndarë nga koha juaj keni sot këtu. Në këtë promovim edhe referusit po ashtu i falenderoj, edhe Këshillin e Bashkisë Islame, kryetarin me gjithë bashkëpunëtorët, përfshin këtu edhe moderatorin e nderuar Hoxhën Muhamet Mahrajn, po edhe efendilierët e tjerë. Ju falenderoj dhe selam aleikum. Falenderojmë profesorin e nderuar. Para përfundimit kemi dëshirë që ta ftojmë mësuesen me vedete Daci për një fjalë rasti, pasi që është njëra nga familjarët për të cilët flitet edhe mësuesja veteranët në njëjtën kohë. Edhe mesa e Haxhi Muhamet Gashit. Në të njëjtën kohë, sipas informacioneve që po më dhojnë, është edhe mesa e Hoxhës Haxhi Muhamet Gashit. Edhe nusja e Haxhi Jahias. Edhe nusja e Haxhi Jahias. Punoni profesor. Punosis. Ndjem e nderuar, paka shumë edhe e shqetësuar, vi prej familjes e hoxhallarëve, jam nusja reja e Haxhia Dacit, vajza e shoqëri Gashit, Agjes Haxhi Muhamet Gashit. Sot e nëse përfshire krejt për jetën e vjerit tim, po unë diçka kisha përgatit, ndoshta nuk ju pengoj, ta rilexoj. Ullin më pej në vitin 1905, Haxhi Efendia Daci. Prindërit e tij kishin ardhur nga Dacajt e Rozhajës, krajin shqiptare, në pushtimin e Malit Zi. Familja e tij ka qenë me tradita të larta kombëtare. Haxhia Daci mbaroi medresen në Egjipt, Kairo, ku qëndroi edhe disa vite pas. Ishte themeluesi i organizatës Xhamiet, bashkimi e formuar në vitin 1939. Në bashkëpunim me Mullazek Bërdynen, Garadaci dhe të tjerë, organizuan vullnetar në mbrojtjen e plavës dhe Gucis, Tutinit dhe Pazarit të Ri. Në këto lufta ishte aktive dhe vetë. Ishte antar i lidhjes së dytë të Prizrenit gjithmonë, bashkëpunonte me Hafiz Ali Korçen, Anton Arapin, Ferhat Bekdragen, Emrush Myftarin. Misionin e tij fetare ka ushtruar në xhamit, ku shërbente duke i folur xhamatit për përpjekjet dhe luftën shërbimtare të kombit tonë. Në atë kohë, në shtëpinë e tij, në Istok, në afër xhamis, ka shërby si imam shtetëror, ka pas një radio stacion ta quj, që ka përcjell lajme dhe ngjarje me njerëz patriot si Ferhat Bekdragen e të tjerë. Pas vrasjes e Emrush Myftarit strehohet temi kujti Mulla Idris Gjilani dhe atje rrin një kohë të gjatë. Pushteti atëhershëm, duke i parë vlerat kombëtare dhe intelektuale të tij, si dhe ndikimin e madh në shtresat e popullit, Haxhi Efendia Dacin, pas torturave të tmerrshme, po shkatohet në fshatin Broj të Drenicës në moshën 39 vjeçare, duke lënë pas 6 fëmijë. 3 djem e 3 vajza, mosha 12 deri 6 muajsh. Vujtjat e familjes vazhdojnë, djali Selaudini vazhdon rrugtimin e tjatit, i cili burgoset në vitin 1964 me grupin Adem Demaçit me dënim 10 vjet në burgjit e Nishit. Ndjem shumë e lumtur që jam reja e kësaj familje. Ndjem gjithashtu e lumtur për fjalë të mira për agjen tim, se na jemi rrit në familje të hoxhallarëve, po nuk du me bo si laft, të ne përmes shpjegimeve të tyre që shumë kanë folë më ne, shkolla dia ka qenë diçka në rendin e parë. Patriotizmi
është ndërlidhë me te. Unë për veti jam një mësuese tashmë veç në pension. E di kur regjistrova shkollën normale, baba më pyeti, tha, qika jam në qëta shkollë po shkon? Thash valla bab, për mësuese. Ta thonë qka ka thonë profeti, pejgamberi jonë. Qofse dikujt jam son një shkronjë, është sa me i bo një orë roja atë dhëut. Prandaj ndjeje me lumëtën dhe më krenare për të gjithë djetaret, hoxhallaret, respekte. Faleminderit. Falenderojmë mësuesën e nderuar për këto fjalë, të nderuar të pranishëm, miq të librit dhe të çështjes kombëtare. Jemi drejt fundit të këtij takimi të veçantë, por në të vërtetë jemi në fillimin e një reflektimi të thellë që ky libër na imponon në peshën e tij shpirtërore, historike dhe kombëtare. Nëpërmjet veprës kontributi hoxhallarëve në përpjekje për zgjidhjen e çështjes shqiptare gjatë shekullit 20, Profesor Fahrush Rexhepi ka bërë diçka më shumë se sa të shkruaj histori. Ai ka rikthyer në vëmendjen tonë një të vërtetë të madhe e shpesh të lënë në hije. Rolin e paqëmueshëm që hoxhallarët tanë kanë pasur jo vetëm si pris shpirtëror, por si udhëhec të ndërgjegjes kombëtare, si mbrojtës të identitetit dhe si luftëtar të fjalës e të dinjitetit. Ky libër është një përulje para sakrificës, një dritare në një kapitull të ndritur të historisë tonë dhe një thirrje për të mos harruar në kohë sfidash, kur çështja shqiptare ende në për korridore të pazgjidhura, kujtesa për rolin e hoxhallarëve është udhërrëfyes për atë që na mungon sot, bashkimi i fesë, atë dashurisë dhe guximit qytetar. Profesor Fahrush, për këtë vepër që nuk i shërben vetëm shkencës, por edhe shpirtit të kombit, ju jemi thellësisht mirënjohës. Ju faleminderit për kurajën e fjalës, për pastërtinë e mendimit dhe për besnikrinë ndaj historisë tonë. Le të largohemi nga kjo sallë me një ndjenjë më të lartë përgjegjësie, që historia të mos heshtet, që sakrificat të mos harrohen dhe që emrat e atyre hoxhallarëve që përfshin në këtë vepër të jetojnë përmes dijes dhe përkushtimit tonë të përbashkët. Ju faleminderit të gjithëve për praninë, edhe një herë urime Profesor Fahrush. Dhe në fund të këtij promovimi, me zemër plot mirënjohje e respekt, na lejoni që në emër të Këshillit të Bashkisë Islame në Pej, t'i dorëzojmë Profesor Fahrush Rexhepit një mirënjohje të veçantë, si simbol falënderimi për kontributin e tij të çmuar në edukimin e brezave ndër vite në medrese dhe në Fakultetin e Studimeve Islame dhe në ndriçimin e një kapitulli të lavdishëm të historisë tonë kombëtare dhe fetare. Faleminderit. I nderuar profesor, kjo mirënjohje është e vogël përballë madhështisë së punës suaj, por është e madhe për ndjenja që përfaqëson respektin dhe vlerësimin. Të nderuar të pranishëm, ne ju falenderojmë të gjithëve për pjesëmarrjen. Një falënderim i veçantë do të shkon edhe për mediat, sigurisht për Bacin Zeq, Zeqer Mehmetaj, i cili është të njëjtën kohë dhe drejtori i Radio Televizionit Fontana, si dhe Peja në Fokus, që e kemi njëjtën kohë si bashkëpunëtor dhe na ndjek çdo aktivitet, dhe po e përfundojmë këtë tubim për familjarët, pjesëmarrës. Profesori nderuar do t'i nënshkruajë nga një libër në shenjë respekti, e sigurisht edhe për mediat që janë prezente, ndërsa për ata të cilët kanë interes që ta marrin këtë libër do të drejtohen te Këshilli i Bashkësisë Islame në Pej. Ju falenderoj shumë edhe një herë dhe në fund e kemi përgatitur një koktejl rasti për gjithë ju. Ju